Ju përshëndesim të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ lajmesh për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri ka zhvilluar një takim me studentë të Universitetit Ismail Qemali. Në fjalën e tij, ai tha se vëmendje veçantë do t'i kushtohet arsimit pas 4 viteve që ata do të vinë në pushtet. Ndërsa Damian Gjiknuri ka qenë i shoqëruar nga ish deputetët dhe kandidatët për deputet. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës Damian Gjiknuri, shoqëruar nga deputetja Vilma Bello, kandidatët për deputet, Pranvera Resulaj, Anduel Tahira dhe Ervis Moçka, zhvilluan takim me studentë të Universitetit Ismail Qemali. Në fokus të takimit, vëmendje veçantë e qeverisë në mandatin 8 vjeçar për zhvillimin e mëtejshëm të universiteteve përmes politikave favorizuese për studentët, rritja e cilësisë së universiteteve dhe perspektivat e punësimit të tyre përmes bashkëpunimit me sektorin privat. Në fjalën e tij, Gjiknuri theksoi rëndësinë e politikave të qeverisë në mbështetje të studentëve si pakti me universitetin, që dikur ishte një risi, ndërsa tani më një fakt konkret që e lehtëson çdo student përmes uljes së tarifës së studimit dhe shërbimeve të tjera që favorizojnë studentët. Natyrisht ne do flasim edhe për gjërat që u shqetësojnë për arsimin, për perspektivën që ka arsimi, natyrisht dhe brenda zgjedhjeve, kontekstit politik ku jemi, që janë zgjedhjet e përgjithshme. Se si dhe këto ëndra dhe dëshirat tuaja përthyen në një realitet politik që asnjë s'mund ta mohojë. Ne fakt jemi përpara një fushate, vim ballafaqohemi dhe mendoj se ballafaqohemi mirë të Vlorë. Edhe ju e shikoni. Arsimi ka sfidat e tij, edhe Universiteti i Vlorës ka sfidat e tij, siç i ka përgjithsisht gjithë Shqipëria. Universiteti edhe më shumë për shkakun se edhe distancat Tiranë-Vlorë nuk janë më të largëta. Dhe shumë njerëz mos e preferojnë të shkojnë në Tiranë. Kjo do të jetë një nga sfidat e mëdha të Universitetit të Vlorës. Aq më tepër që arsimi publik e zgjeroi gamën e tij. Paketat e qeverisë për arsimin bën që të shtohen dhe mundësitë në arsimin publik, dhe kjo bën që një pjesë e studentëve mas e kanë preferuar Tiranën. Por Universiteti i Vlorës nuk mund mbetet mbrapa. Në fakt, në Universitetin e Vlorës janë bërë shumë gjëra, janë bërë investime, nga pikpamja infrastrukturore. Universiteti është transformuar, mund duket thjesht dikush do thotë po mirë pse gjithmonë flasim për infrastrukturë, llaz dhe beton, po në fundit po spate kushtet minimale nuk të tërheq as universiteti. Nuk po flasim tash në pandemi, se tash është çështja e teknologjisë që masa mund ta prekin atë. Po u fillua nga disa investime infrastrukturore që e bën universitetin më të mirë. Njëkohësisht edhe rritja e cilësisë në arsim, mendoj unë, të paktën një nga reformat që ka bërë qeveria jonë, sidomos mandatin e parë, ka qenë mbyllja e kërpurdhëzimit e quaj universitar. Paketa për universitetin që ndërmori qeveria dhe paketa për studentët filloi të japi të mirat e saj, edhe me uljen e tarifave, por gjithashtu edhe me disa shërbime që ju duhen studentëve, sepse në fund studentëve duhet t'ia lehtësosh jetën. Sipas tij, projekti për krijimin e Institutit Ndërkombëtar të Kërkimit lidhur me gjirin e Vlorës do të sjellë shumë të huaj në Vlorë, të cilët do të tregojnë interes për këtë risi. Unë mendoj që ai projekti nisur për të krijuar një institucion ndërkombëtar, një institut ndërkombëtar kërkimi që ka të bëjë me gjirin, me Bregdetin e Vlorës, është një projekt real që do financohet nga Bashkimi Evropian dhe është avancuar. Kjo do ta ngrejë Universitetin e Vlorës dhe vetë Vlorën në një stad tjetër për sa i përket arsimit. Pse? Se do bëhet një qendër kërkimore ndërkombëtare. Ai pohoi se Partia Socialiste do të vijojë të jetë një mbështetje veçantë për të rejat dhe të rinjt, për frymën rinore, për çdo që dëshiron të bashkohet programit të saj, ndërsa ftoi të rinj të mos hezitojnë të bashkohen Partisë Socialiste, të vetmes alternativë që ka treguar me fakte vëmendjen ndaj politikave rinore. Kandidatja për deputete Pranvera Resulaj, një herë dhe pedagoge në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës, i ftoi të rinjt të bashkohen Partisë Socialiste për të siguruar në këtë mandat të tretë të Partisë Socialiste më tepër cilësi për universitetin e tyre. Për sa i përket lehtësirave fiskale apo se çfarë ka ndodhur me biznesin, ne si profesion fillestar kemi këtë të pedagogët dhe nuk shkëputemi dot nga ajo gërshetimi i teorisë me praktikën. Ju njihni të gjithë ata që studiojnë financën apo dhe ekonominë, ato parimet bazë dhe rregullat e arta. Sigurisht që një nga rregullat e arta është që kush paguan më shumë, kush fiton më shumë paguan më shumë, dhe një nga parimet kryesore të taksimit është përshtatshmëria me biznesin, me zhvillimin e biznesit dhe lehtësia dhe të qenit i lehtë dhe mos e i kuptueshëm për të.
Kandidati Anduel Tahira i ftoi të reja dhe të rinj të mbështesin Partinë Socialiste si një investim më shumë për të ardhmen e tyre. Unë në fakt gjej rastin të falenderoj pjesën më të madhe të institucioneve të Vlorës, të cilët me programet e qeverisë, me programet e nxitjes ja kanë hapur derën shumë të rinjve dhe të rejave qytetit tonë, që janë në proces diplomimi ose sapo kanë mbaruar shkollën, të cilët bëjnë profesionistë të mirë edhe në momentin që mbarojnë shkollën, janë të zotë që atë çka kanë mësuar në shkollë ta ushtrojnë në praktik, duke qenë se institucionet e kanë hapur derën dhe po punohet dhe shkojnë të rinjtë të reja, është nisur ky proces i vullnetarizmit, shkojnë dhe punojnë vullnetarisht në institucione për të mësuar e për të bërë profesionistë të mirë, sepse në fundit për të patur një jetesë më të mirë, mendoj që duhet jemi profesionistë të mirë, duhet jemi qytetarë të mirë dhe duhet jemi njerëz të ndërgjegjshëm. Shpresoj që kjo punë që ka nisur të vazhdojë dhe ne të bëjmë pjesën tonë, pushteti vendor, qeveria, deputetët, drejtuesi politik, kryeministri Edi Rama të bëjë pjesën siç po bëjmë pjesën e tyre të investimeve, por ne pjesa jonë që na takon është që t'i mirëmbajmë gjërat e bukura dhe të mira që ndodhin në qytetin tonë. Ervis Moçka, kandidati për deputet, njëherët dhe pedagog pranë këtij universiteti, u ndal në rëndësinë e përfshirjes së të rinjve në politik dhe e drejtë atyre për të patur më tepër kushte dhe standarde bashkëkohore në auditor, ku studiojnë kushte të cilat kanë njohur përmirësime të ndjeshme nga qeveria. Deputetja Vilma Bello, njëherët dhe pedagoge në Universitetin Ismail Qemali, duke i ftuar të rinj për t'u bashkuar Partisë Socialiste, theksoi vëmendjen e veçantë që ka treguar vetë kryeministri dhe qeveria përmes politikave mbështetëse për universitetet, ndërsa uroi që të përfundojë sa më shpejt situata e pandemisë në mënyrë që studentët t'i kthehen auditorit. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka ka zhvilluar një darkë pune me ambasadoren drejtuesen e misionit të OSBE Odirit për zgjedhjet e 25 prillit. Delegacioni i misionit të vëzhgimit të Odirit për zgjedhjet e 25 prillit është në Tiranë për një vizitë pune për të parë nga afër nisjen e procesit. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka ka zhvilluar një takim pune me ambasadoren Josefa Gacek, e cila është drejtuese e misionit të OSBE Odirit për zgjedhjet e 25 prillit. Ne diskutuam gjendjen e përgatitjes për ditën e zgjedhjeve, në veçantë mbikëqyrjen e tyre. Vëzhgimi diplomatik do të vendoset si zakonisht dhe Bashkimi Evropian qëndron gati për të ndihmuar misionin, ka shkruar Soreka. Delegacioni i misionit të vëzhgimit të OSBE Odirit për zgjedhjet e 25 prillit ishte në Tiranë për një vizitë pune. Para disa ditësh, delegacioni organizoi një konferencë online me mediat, ndërsa kryesuesja e delegacionit Ursula Gacek tha se OSBE pret të shohë zgjedhje me standarde. Do të shkruajmë 3 raporte, një ide, publikojmë dhe pasi të shkojmë në vendet tona, e rëndësishme ajo që do të themi një ditë pas zgjedhjeve, do të tregojmë me detaje se çfarë kemi parë gjatë zgjedhjeve. Do të qëndrojmë deri në 17 maj që të mbikëqyrim gjithçka se çfarë ndodh në këto zgjedhje, tha ajo. Gacek tha se për shkak të masave anti-Covid do të jetë një mënyrë e revrojtimi, e kjo është një sfidë më vete për zgjedhësit. Delegacioni kryesohet nga ambasadorja Ursula Gacek dhe përbëhet nga nënkryetaria e misionit Pauline Lemos, Armen Masbania, analisi ligjor Robert Bistrik, analisi zgjedhor Kaka Inashvili, që është edhe kryetar për zgjedhjet e Odirit. Qëllimi i vizitës së misionit është edhe njohja me përgatitjet e procesit zgjedhor. Misioni i vëzhgimit të OSBE Odirit ndodhet në Tiranë me ftesë të qeverisë shqiptare. Nderuar teleshikues, do të ndalemi te Komiteti Teknik i Ekspertëve, të cilët janë mbledhur dhe kanë diskutuar për shkak të pandemisë, duke bërë të ditur se kanë vendosur të mos ndryshojnë masat kundër koronavirusit dhe për 2 javët e ardhshme. Komiteti ka vendosur që masat që kanë qenë deri tani kanë qenë të efektshme dhe ato të mbeten në të njëjtin nivel edhe për 2 javë të tjera. Pra, ti përsërisim edhe një herë, do të vazhdoj të mbetet ora policore, do të filloj në orën 20 deri në orën 6 të mëngjesit, ku do të lëvizet vetëm për emergjenca shëndetësore ose për emergjenca pune. Baret e restorante do të vazhdojnë të jenë të mbyllura në orën do vazhdojnë të punojnë deri në orën 8 dhe mund të vazhdojnë pasaj vetëm me shërbimin delivery. Shkollat do të vazhdojnë të mbeten online. Po kështu fluturimet në Britaninë e Madhe
edhe për të periudhë dyjavore do të mbeten të pezulluara dhe njëkohësisht vazhdon të mbetet në fuqi edhe për 2 javë ndalimi i grumbullimeve me më shumë se sa 10 vetë. Pra jemi në të njëjtin nivel masash që kemi qenë edhe përpara 2 javësh. Të nderuar qytetar, vendi po hyn në fushatën zgjedhore. Eksperjenca e vendeve të cilat kanë kryer proces zgjedhor në pandemi ka treguar bindshëm, sepse në zbatim të respektimit të masave të marra nuk ka pasur shtim të numrit të infeksioneve. Dhe këtu përveç zgjedhjeve të cilat janë bërë edhe që janë bërë vitin e kaluar, vetëm në vitin 2021 janë bërë zgjedhje në Portugali, janë bërë zgjedhje në Kosovë, janë bërë zgjedhje në 2 lende të Gjermanisë, në Katalonjë të Spanjës e tjerë. Dhe shifrat kanë treguar që kur masat janë zbatuar ashtu sikurse kanë rekomanduar autoritetet shëndetësore, nuk ka pasur asnjë tendencë të shtimit të infeksioneve. Nëpërmjet një akti normativ tashmë është hapur rruga për aplikimin e vaksinës kineze. Gjithçka është bërë e ditur tashmë dhe ajo do të sigurohet nga Turqia. Në të njëjtën kohë në vendin tonë po aplikohet Pfizer dhe AstraZeneca. Qeveria shqiptare miratoi akti normativ me fuqinë e ligjit për marrëveshjen me kompaninë turke Cayman Ilaç Sanayevi ve Ticaret për të furnizuar Shqipërinë me vaksinat e prodhuara nga Sinovac në Republikën Popullore të Kinës. Është rënë dakord se teksti marrëveshjes për shkak të sekretit tregtar dhe kërkesës së shprehur nga distributori nuk do të publikohet në asnjë website të institucioneve apo në fletore zyrtare. Marrëveshja u arrit mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrisë të Shtetit për Indërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik, e po ashtu distributorit autorizuar kompanisë turke Cayman Ilaç Sanayi ve Ticaret. Të gjitha institucionet e përfshira në dhënien e mendimit apo miratimit e që janë pjesë e procesit kanë detyrimin ligjor të mos bëjnë publike marrëveshjen bashklidhur këtij akti normativ apo pjesë së saj. Ndërkohë në 10 mars qeveria shqiptare miratoi akti normativ me anë të cilit i dha të drejtën Ministrit të Shtetit për Indërtim Arben Ahmetaj që të negociojë krahas Ministrisë së Shëndetësisë përgjetjen e vaksinave anti-Covid. Me këtë akt normativ, qeveria asokoi i hapi rrugë negocimit të shtetit tonë me kompani të tjera për të siguruar vaksinën anti-Covid edhe nga shtetet që janë jashtë Bashkimit Evropian, konkretisht siç janë Rusia dhe Kina, të cilat prodhojnë vaksina anti-Covid, gjë e cila tashmë është konkretizuar. Në vendin tonë tashmë janë kryer në terren vaksinat Pfizer, AstraZeneca, ndërsa pritet shumë shpejt edhe ajo ruse Sputnik 5, 10.000 doza të së cilës kanë bërritur tashmë në vendin tonë. Ndërkohë Hungaria u bë i pari vend antar i Bashkimit Evropian që vendosi përdorimin e vaksinës kineze. Vaksina kineze nuk është miratuar ende nga Agjencia Europiane e Barnave, por Bashkimi Evropian i lejon një vendi antar të përdorë një vaksinë tjetër, për sa kohë merr vetë përgjegjësinë për të. Pas Hungarisë, njësër shtetesh janë drejtuar Kinës për sigurimin e kësaj vaksine. Vaksina e kompanisë kineze Sinopharm, e cila sipas krijuesve të saj është 80% efikase, përdoret edhe në Serbi po ashtu. Teksa qeveria shqiptare i ka dhënë dritën jeshile përdorimit të vaksinës kineze dhe asaj ruse, qytetarët vlonjat shprehen tepër optimist për përdorimin e këtyre vaksinave. Të pyetur këtë të mërkur për televizionin One, qytetarët shprehen me pozitivitet për vaksinat anti-Covid ruse dhe atë kineze. T'i ndjekim. Teksa qeveria shqiptare i ka dhënë dritën jeshile përdorimit të vaksinave ruse dhe kineze, qytetarë në Vlorë duket se janë optimist për efektivitetin e tyre. Të pyetur këtë të mërkur për One TV, qytetarët shprehen me pozitivitet për vaksinat anti-Covid ruse dhe kineze. Do vendohen. Do bëjmë. S'ka problem, rusi, tu vëllezër jemi bërë gjithë. Shumë faleminderit, do ta bëjmë. Do ta bëjmë patjetër. Do ta bëjmë edhe një herë. Po patjetër, po kur do ta bëjmë të keqja vllai, se ata na gënjej, na mbajnë me garjet. Sa të vijë ai do mbarojmë neve, do desëm. Neve kemi arrit në atë stad që çdo lloj vaksine tjetër ne do ta bëjmë. Jemi të ndërgjegjshëm dhe të sinqert, se na dhim se tjeta. Po ku janë? Pa ne i presim me male, se jemi në 70 vjeç. Do e bëjmë, si do e bëjmë. Se us kemi besim plot. Po duhet ta bëj, po nuk kam, se unë vuaj dhe na zëmra dhe na tëmthi edhe na veshkat, prandaj nuk kam besim. Po te cila vaksinë besoni? As tek një. Jam mjek, më di shumë mirë, kemi gati një muaj sa që bërë vaksina. Me atë unë do ta bëja, pavarësisht lafologjive që thriten. Pse duhet të besojnë njerëzit? Duhet të besojnë sepse në botë
në botë nuk ka bluzë e bardhë të bëj keq pacientit. Kur në botë. Për mua, me mira në botë është pacientja ime. Me shtrenjta dhe me e vlerësuar. Kështu edhe për çdo bluzë të bardhë në gjithë botën, jo në Shqipëri, për gjithë botën ky vlerësim është. Ai do të bëjë një vaksinë me dëshirë në një epidemi që nga të vjen vdekja, nga të vjen e keqja. Çfarë i themi popullatës, sepse popullata do të marrë këtë vaksinë. Bluzat e bardha më të mundja të gjitha përjashto bindet politike, që është një sëmundje e keqe, po na futet midis bluzave të bardha. Bluzat e bardha gjithë e predikojnë për të aplikuar. Të siguroj gjë e nderuar, është gjithmonë një mbrojtje më shumë. Me që është ruse, po. Keni besim? Absolutisht. Në gjithë kefë, për një radhe. Besim të plotë, absolut. Ja 2 vende fuqishme në botë. Kanë dhënë shumë për mjekësinë botërore, sidomos Rusia. Po edhe kinezët. Kinezët kanë mjekësinë më të zhvilluar që nga koha e lashtë. Pse të mos kemi besim? Gjithë ajo situatë që kryeja për mos ta bërë ishte politike dhe ekonomike. Kështu janë shprehur qytetarët, të cilët duket se mezi presin kryerjen e vaksinës, për të cilët tashmë me rëndësi kryerja e vaksinës dhe jo vendi nga jo vjen. Ndërkohë vendet që kanë prodhuar deri tani vaksina janë Kina dhe Rusia, vaksinat e të cilave janë duke u përdorur edhe nga disa vende europiane, si Hungaria, por dhe Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Jeni duke ndjekur edicionin informativ të lajmeve këtu në televizionin UAN. Të nderuar teleshikues, një 50 vjeçare nuk ka mundur të shpëtojë nga banesa pasi banesa e saj u përfshi nga flakët. Ngjarja e rëndë ka ndodhur pas ditën e martë në lagjen Lefsallata në Vlorë. 50 vjeçaria e paralizuar dhe vetme në momentin e rënjes së zjarrit nuk ka mundur të dalë dot nga banesa dhe përpasoj është djegur duke humbur jetën. Një 50 vjeçare ka humbur jetën pasi nuk ka mundur të dalë dot nga banesa e saj që ishte përfshirë nga flakët. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 17:45 minuta të ditës së martë në lagjen Lefsallata në Vlorë. Gruaja 50 vjeçare ishte paralizuar dhe e vetme në momentin e rënjes së zjarrit. Ajo nuk ka mundur të dalë dot nga banesa dhe përpasoj është djegur duke humbur kështu jetën. Zjarrfiksja ka bërë të mundur shruarjen e flakëve, por fatkeqësisht ishte shumë vonë për 50 vjeçaren. Paraprakisht dy janë pistat që po hetohet për shkaqjet e rënjes së zjarrit, si pasojë një shkëndijë elektrike, ose flakët mund të kenë nisur nga ndonjë furnellë elektrike, të cilën 50 vjeçaria mund ta përdorte për ngrohje. Dhe ndryshojmë krejtësisht temë të informacioneve tona, ndalemi nga ekonomia. Nga 1 janari i vitit 2021 ka nisur procesi fiskalizimit, por pikpyetjet janë të shumta për sa i përket përdorimit të kasave. Gjithçka është shpjeguar nga tatimorët në Vlorë. Ta ndjekim. Nga 1 janari 2021 ka nisur fiskalizimi ose siç njihet ndryshe, lëshimi i faturave elektronike, fazë e cila parashikohet të jetë shtys për implementimin e fazës tjetër nga 1 korriku 2021, që do të jetë biznes me biznes për transaksionet pa para në dorë. Nuk do të ketë më diferencë ndërmjet kuponit dhe faturës, por të gjitha faturat do të jenë elektronike. Për të gjitha transaksionet do të lëshohet faturë elektronike, konfirmon për UAN-TV përgjegjësi sektorit të shërbimit, pranë drejtorisë së tatimeve në Vlorë Dorian Demiri. Por çdo të ndodh me kasat fiskale në biznese. Sipas Demirit, ligji për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit parashikon për bizneset që kryen transaksione me para në dorë për tregtimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve që mund të vazhdojnë të përdorin kasën fiskale ekzistuese deri në 30 gusht 2021. Kasat do të përdorin sistemin e ri, i cili është një sistem që ato do arrin ta përballojnë, por gjithmonë është në varësi të kompanisë të kasave dhe të llojit të kasave, sepse normalisht ka dalë tek faqet e drejtorisë së përgjithshme të tatimeve ka dalë edhe lista atyre kompanive dhe kasave të cilat do ta suportojnë programin e ri. Pjesë normalisht administrata tatimore ka vendosur në dispozicion të tatim paguesve, ka vendosur sistemi self-care që quhet, që është ai sistem që ofron procesin e fiskalizimit i cili është pa pagesë deri në korrik. Kështu që të gjithë subjektet normalisht mund të aksesojnë te ky subjekt, te ky portal dhe ta përdorin pa pagesë për të kryer transaksionet e tyre. E mira e këtij sistemi është që për momentin të gjithë biznesi të vogël, i cili plotson 3 kushte, që është pa TVSH, të jetë i vetpunësori vetëm pa punëmarrje, të ketë një adresë ushtrimi të aktivitetit, ky sistem i ofrohet pa pagesë, gjithashtu nuk është nevojshme të pajisjet e me certifikate elektronike që vendosin në dispozicion ndaj subjekteve nëpërmjet akshit.
Pas këtij afati për procesin e fiskalizimit do të duhet të zgjidhen 3 nga opsionet që mundëson ligji: mbajtja e kasës ekzistuese dhe azhornimi i saj siç e përcakton ligji, të bëjë një zgjidhje të teknologjisë më të re, siç është blerja e kasës së re fiskale, e cila përmbush kërkesat e biznesit specifik, apo të pajiset me zgjidhjen software dhe ta instalojë atë në një kompjuter sipas tatimorëve. Të ardhurat në 2 muajt e parë të vitit kanë pësuar rënje krahasuar me vitin e kaluar. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, goditje më të madhe ka pësuar zëri më kryesor, që është tatimi mbi vlerën e shtuar, që ka një rënje të theksuar. Të ardhurat në 2 muajt e parë të këtij viti janë ulur me 2.3% krahasuar me vitin e kaluar. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, në janar-shkurt të këtij viti, rënja më e madhe në raport me planifikimin është tek TVSH-ja, duke dëshmuar edhe përkeqësim të konsumit. Në 2 muajt e parë të vitit u mblodhen në total 69.5 miliard lek, me një rënje prej 2.3% ose minus 1.6 miliard lek në raport me një vit më parë, kur vendi nuk ishte ende në pushtetin e pandemisë së COVID-19. Por edhe pse rënja është e ulët krahasuar me recensionin që pësoi ekonomia në vitin e kaluar, problem shfaqet konsumi qytetarëve. Edhe pse shpresat për rikuperim ekonomik janë të varura nga rritja e konsumit dhe tek rritja e të ardhurave nga TVSH-ja, performanca mbetet ende negative. Në planifikimin e buxhetit për 2021, Ministria e Financave priste që nga TVSH-ja në 2 muajt e parë të vitit të mblidheshin 25.9 miliard lek, ndërkohë që janë mbledhur vetëm 4.2 miliard lek më pak, duke treguar një ecuri të dobët të konsumit që edhe në vitin e kaluar ishte në nivel anemik. Nga ana tjetër, sipas SOE heqjes së tatim fitimit për bizneset e vogla me xhiro deri në 14 milion lek, kanë rënë të ardhurat me 7.7% nga planifikimi fillestar i buxhetit dhe me 17.6% në raport me janar-shkurtin e 2020-s. Ndërkohë që të dhënat tregojnë një përmirësim të situatës me punësimin, pasi të ardhurat nga tatimi mbi pagën janë rritur në 2 muajt e parë të këtij viti. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, në këtë periudhë janë mbledhur 6.4 miliard lek, nga 6.1 miliard në vitin e kaluar. Masat pjesërisht shtrënguese të diktuara prej pandemisë së COVID-19 duket se kanë frenuar edhe shpenzimet e planifikuara. Bazuar në të dhënat fiskale, shpenzimet nuk janë realizuar në raport me planifikimin me mbi 8 miliard lek, ndërsa krahasuar me vitin 2020 janë ulur me 1.9 miliard lek. Konkretisht në janar-shkurt, totali shpenzimeve ishte 62.9 miliard lek, nga 64.8 miliard lek në vitin 2020. Turizmi vijon të jetë i pushtuar nga COVID-19, pasi statistika tregojnë një rënje të numrit të vizitorëve në Shqipëri. Gjithçka bëhet e ditur nga Instat, në 2 muajt e parë të vitit në vend kanë hyrë 28.2%. Turizmi vijon të jetë në pushtetin e virusit COVID-19, ku si pasojë e masave shtrënguese të diktuara prej tij, vetëm në muajin shkurt kanë hyrë në vend 70.768 huaj më pak dhe rënja më e madhe është konstatuar me Greqinë, Anglinë si dhe Spanjën, ndërkohë që vijojnë hyrjet nga shtetasit kosovar, të cilët në asnjë muaj të vitit nuk e kanë braktisur shtetin tonë. Sipas të dhënave të Instat, në 2 muajt e parë të vitit kanë hyrë në territorin shqiptar 343.502 persona, me një rënje prej 28.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërsa në muajin shkurt erdhën afro 160.000 shtetas të huaj, duke u tkurur me 30.9% krahasuar me shkurtin e 2020-s. Gjatë 2 mujorit të parë të 2021-shit, ndër vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri janë Zvicra, që ka patur rritjen më të madhe me 24.5%, si dhe Kosova me 9.8%, ndërsa uljen më të ndjeshme e ka patur Greqia me 87.3%, e pasuar nga Anglia me 74.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Operatorët turistik thonë se shpresa e tyre për përmirësim është pas muajit maj, kur edhe procesi vaksinimit jetë më i përhapur në botë. Nga ana tjetër, sipas të dhënave të publikuara vetëm pak ditë më parë për 2020-ën, pandemia e COVID-19 përgjysmoi shitjet e agjensive turistike, të cilat konkretisht kanë pësuar një rënje me 54.0%. Dëm është shkaktuar edhe tek hotelet, të cilat në mungesë të klientëve kanë ulur me mbi 25% të punësuarit, e po ashtu kanë reduktuar pagat e tyre.
Si një nga kategoritë më të prekura nga virusi dhe masat shtrënguese, baret dhe restorantet në vitin e kaluar kanë shitur 25.9%, kanë ullur pagat me 23.8%, si dhe numrin e të punësuarve me 22.7%. Ish krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Vezeli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi kanë dalë sot para gjykatës së Hagës. Këta të fundit kanë kërkuar që video mesazhet dhe videot e regjistruara të këtyre liderëve të UÇK-s pra të rikthehen sërish se mund të jenë bërë gabime gjatë përkthimit. Fakt i cili është hedhur poshtë nga prokuroria e Hagës. Prokuroria, ju faleminderit të nderuar gjykatës. Ish krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Vezeli, Recep Selimi si dhe Jakub Krasniqi do të dalin sot para gjykatës së Hagës, po sot do të mbahet edhe konferenca e 4 mbi ecurinë e çështjeve ndaj ish krerëve të UÇK-s. Deri më tani të akuzuarit kanë patur akuza për prokurorin e çështjes, sipas të cilëve po dëmton punën e avokatëve. Shkak është bërë edhe data e publikimit të dokumenteve të nevojshme për mbrojtjen e tyre. Sipas prokurorit Smith, këto dokumente nuk duhen publikuar më parë se 3 muaj nga nisja e gjykimit, me argumentin se po mbrohen dëshmitarët, gjë që për avokatët janë gjepura që po bëhen me qëllim. Ndërkohë që ata i kërkojnë këto dokumente sa më shpejt që të bëjnë edhe mbrojtjen. Katër ish udhëheqësit politike, ushtarak të UÇK-s, ish presidenti Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarët Kadri Vezeli dhe Jakub Krasniqi, si dhe shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi, janë të fundit që u dërguan në Hagë. Arrestimet erdhën pasi një gjyqtar i procedurës paraprake i gjykatës speciale kishte konfirmuar akt akuzat ndaj 4 ish krerëve të UÇK-s. Ish presidenti Hashim Thaçi së bashku me Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin, akuzohen për krime lufte. Ndaj tyre rëndojnë plot 10 akuza për përndjekje, burgosje, ndalim arbitrar, akte të tjera çnjërzore, trajtim mizor, tortur, vrasje si krim kundër njerëzimit, vrasje e palishme si krim lufte, zhdukje me force personave në periudhën mes prillit të 1998-s dhe gushtit të 1991-shit. Masa apo hapa hetimore janë vazhdime si Të nderuar teleshikues, do të flasim për flamurtarin, do të flasim për 98 vjetorin e tij. Flamurtari i Vlorës dhe në këtë 98 vjetor vijon të jetë një kontrast i madh me flamurtarin në vitet 80, atëherë kryefjala e futbollit në Shqipëri. Në një intervistë për televizionin One, legjenda Sokol Kushta tregon keqardhjen për ekipin e tij të zemrës, ndërsa shprehet se përmirësimi i situatës kërkon rivitalizimin e menjëhershëm të klubit të futbollit flamurtari, ndërkohë që beson në talentet e reja që ka marrë flamurtari. Ky përvetor erdhi në formën më të keqe. Në kjo se do flasim çik më gjerë dhe derisa shumë njerëz se interesohen dhe kanë keqardhje, do të nuk janë dakord me këtë flamurtar që feston 98 vjetorin në formën më të keqe, në gjendjen më të keqe, nga të gjitha anët. Tja më e keqe është kur shumë njerëz me të drejtë përjetojnë gjërat e lavdishme, por më vjen shumë keq përse nuk si mund të bashkëpunojnë, ose mërziten, ose votojnë, ose në shumë forma për këtë flamurtar që është në gjendjen më të keqe që të rinovohet. Dhe çfarë sugjeroni ju? Ka shumë forma. Që na privatizimi, që na bashkëpunimi, që na ingranimi i institucioneve për ta ringritur, si mund të them, bashkëpunimi i institucioneve bashkë me tifozat, se Vlora nuk është e një njeriu, nuk është e një partie. Vlora është e gjithë partive. Vlora është e një komuniteti shumë të gjerë, se ka tifoza në Vlorë, kanë Tiranë, kanë Shkodër, kanë shumë qytete, ka vlonjat janë të shpëndat në shumë shtete. Dhe po të pyesësh të gjithë janë të pakënaqur me flamurtarin. Të ngrenë, shoqata, të ngrihen, si thonë, mund të bëjnë lloj, si mund të edhe grevë. Po hezitohet sot për privatizimin e flamurtarit, po hezitohet nga pushteti. Ndërkohë ju jeni këshilltar bashkiak dhe e keni ngritur zërin duke i thënë po privatizimit. Kur të thash ka shumë forma, që thash edhe në fund edhe greva, ose një revolt,
si që kanë përpunu tifozat në Shkodër. Besoj se ata mund të ndihmë shumë vllaznin, por ishin në nivelet të dopta ose të këqija, që në Vlorë nuk po ndodh. Dhe për të janë dhe tani ta kalojmë te forma që ju më tha, dhe atë unë e kam dritur. Unë jam munduar mos të bëj atë erojin, po jam një pjesë e këtij komuniteti që e dua flamurtarin me gjithë zemrën, që i kam sjell shumë kënaqësi dhe po të kisha mundësi më shumë prapë të sjellja. Tani jemi te kjo pika e fundit, si mund të rregullohet. Privatizimi është një gjë e pashmangshme. U duk sikur flamurtari ka një tjetër strategji për lojtarët vendas dhe duke ju thënë jo përgjithsisht lojtarëve të huaj. Çfarë mendimi keni? Sepse ndoshta ishin motivuar lojtarëve nga Vlora sepse e donin shumë panellën etj etj. Ju çfarë mendimi keni? Jo, se shkoj të arsysh me reglamentin plusje. Unë më shumë e shikoj që këtu s'keli asgjë, prandaj erdhëm të detyruar në ekipit të rinjve. Jo se ishte një strategji. Se strategjia fillon që me 14 vjeçarët në rritjen e tyre në implementimin me ekipin e parë. S'mund të veshti direkt 15 lojtarë në të rinj. Ajo është një prurje e detyruar. Dhe vetë atyre lojtarëve nuk ju bën mirë. Kjo ardhje e katapultuar nga ekipi të rinjve për radhë. Kurse ekipi i parë furnizohet gjithmonë ekipi të rinjve në mënyrat e veta, në rritjen e lojtarëve. Kurse tani lojtarët e të rinjve po rriten ekip parë, që kjo është gabim. Flamurtari u rrit. Por mbas 81-82-shit deri në 91-shin ishte një 10 vjeçar që megjithmonë pas të statistikave ka rritur kulmin me Kupë Republike, me kampionat, me Superkup. Dhe këto janë statistikat që të bëjnë këtë marë, ose në Evropë. Mua më vinë mish jam në këtë plejat 10 vjeçare. Më vinë dhe keq që ne dhe mos bëjmë cinik që le të vdesi çdo gjë vetëm ne mos na kaloj. Jo, një njeri duhet mendoj shumë ngushtë, nëse thot as i brez mos ngrihet mbi brezin ton. Unë do kisha dëshirë dhe unë kam qenë trajner të Flamurtari në vitet 2000-2001. Jam munduar të sjell më të mirën time, pavarësisht se sistemi të ndalon të ecësh përpara në forma të ndryshme. Njëna forma më e keqe është mos privatizimi. Duke e lënë në dorë një privatit, ai ekipin do ta rregullojë në formën më të mirë të mundshme. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Ne ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen. Mos harronit na ndiqni një sinjal të lirë në të gjithë jugun e Shqipërisë, por në të njëjtën kohë mund na ndiqni edhe në rrjetet tona online, në rrjetet sociale Facebook, One TV Vlora dhe në kanalin e YouTube-it me të njëjtin emër. Pas siglës mbyllëse të këtij edicioni lajmesh do të keni mundësi të ndiqni dhe parashikimin e motit. Shikim të këndshëm të programeve tona në vazhdim.